Vëllezër e motra, lutemi që fjalime dhe juaja të dalë përqyeshme para hyrë Atit të gjithëpushtetshëm. Zonë e pranofti drejtuar vetëm tua, ajo dhatë për lagjen e tyre e emrit të tij, se dhe për dobimin tonë dhe të parë kishës së tij të shenjtë. O Zot, me anën e flisë së vetme të Krishtit, i fitove për vete një shumicë bish dhe bijash në shpirt, i jepi apo të lutemi kishës sate, dhuratën e bashkimit dhe të paqes në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrën. Dhe falenderojmë Zotin hyjin tonë. Për një mend është punë e drejtë dhe e drejtë. Është detyra jona të burim shpëtimit, të falenderojmë gjithmonë e gjithkohë. Ty o Zot, Ati shenjtë, Ty që pushtetshëm dhe amshuar. Në mirësinë tënde Ti ke krijuar njeriu, dhe ndërsa ka merituar dënimin, në mëshirën tënde Ti e ke shërbëuar në për Zotin tonë Jezu Krishtin. Në për të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde, zotruesi të adhurojnë dhe të rritën pushtetit, qenjtë e fuqitë qiellore dhe serafimet e lumtë bashkohen për të provëritur me gatimin. Me ta do të lutemi për të marrë pjesë dhe zëra tanë, ndërsa përvojtërisht po them. Shenjtë o Zot, burimi çdo shenjtë. Ty prapë të lutemi, shejtëroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku I Zotit tonë Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundit, mori të falenderoj e theu, o dha nxënës vetë dhe tha. Merrni, e hani të gjithë prej tij. Ky është korpi im që do të vjohet për ju. Po ashtu pasi u krye darka, mori edhe kjo. Përsëri të falenderoi, u dha zënës vetë dhe tha, merrni, e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku I gjakut tim, I beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri I fesë. Kumtojmë vdekjen tënde o Zot, shpallim gjalljen tënde dhe presim ardhjen tënde me këmbëri. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen dhe ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje dhe të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri, që shpirti shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakut e Krishtit. Le të bjerë vend o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katedralën e botës, për sosën e dashuri bashkë në papën tonë Leonin e 14, me I peshkvin tonë Gjergjit dhe me gjithë klerin tënë. E të bjerë në mend dhe eri për vëllezërin tanë në bakatuana,
të cilët pushuan me shpresën e ngjarjes. Edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi i mëshire dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjen Kyrinës, me shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjtit apostujt që vllajshëm, me gjithë shenjtit që gjithëherë të pëlqyejnë, që të maderojmë dhe të të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tonë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë kushteshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qoftë me lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Një mendje dhe një zemër të drejtojmë i Dyut me lutjen që vetë Jezusi na ka thënë. Aty që Qelë në qelë, u shenjë groftë e mbryt, ardhë mbretëria jote, u bahu mesa jote, si në qelë ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jetë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bjenë në tutim, por na lëro nga i keqi. na lëro po të lutemi o Zot për të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në saj të mëshirës sate të zhërohemi për gjithmonë për tatin, dhe të jemi të sigurt për çdo turburimi, duke pritur shpresën e lume, ardhen e shërbëusit tonë, Jezu Krishti. Ti o Zot je i mbret, ti je i gjithë kushteshëm, ti je i humbur nashëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu, për ju paqen, por ja paqen time. Mos i shikom katët tona, por theni kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe në shpirtin tënd. Jepjeni njëri tjetrit shenjën e paqes. Fajtonave në tyrti. Fajtonave në tyrti. Ja që e që hyrë, ja i që shlyn mëkatet e botës, të lumi e mine që jemi të thirrur në tryezën e Krishtit. O Zot, nuk jam e dende të marrë pjesë në tryezën Krishtit, por thuaj një fjalë të drejtë në ne, dhe shpirtin im do të shoqërohet. Ulluri. Tani është momenti i komunimit dhe ata që marrin komunimin e dinë, sepse marrin çdo ditë kur vin kish, si mas rregullave të kishës, ata që nuk marrin komunimin të rrinë ulur në heshtje, sepse komunimi është për ata që janë paqësuar, që janë trofim, që kanë sakramentet e tjera. Një meshtar të tjetër ty afër u zgjeshi pak a shumë pra maskorit, edhe një aty tek rreshti tjetër, mundohuni të krijoni një rresht për të ardhur dhe një rresht për shkuar në mënyrë që mos të krijohet rëmujë. Ju lutem të rrinë në heshtje edhe të kënojmë bashkë me kohë.
Të lutemi. Po të lutemi o Zot në mëshirën tënde, na i shëro plotësisht zemrat tona dhe na përtrije na ruaj në dashurinë tënde, që të mund të të pëlqejmë ty në çdo gjë në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Uloni, Modra Mariliza, Modra Rosela, hajde i këtu, hajde, Modra Bettina. Hajde, Modra. Mirë, modrat i njihni, s'ka nevojë për prezantim, duhet të dim diçka se modrat kanë një komunitet. Dhe komuniteti është shumë i madh, përfaqësoj modrat e Shën Giovanna Antimis këtu në Rupik, por që është komunitet shumë i madh, sepse secili nga ne përfaqëson edhe kishën të gjithë të bashkë. Kështu që tani neve i falenderojmë modrat me gjithë zemër, siç kemi bërë gjatë meshës, kemi falendëruar Zotin, sepse është ai i pari që falenderohet, dhe falenderojmë edhe modrat për punën dhe për kushtimin e tyre, falenderojmë shumë të treja modrave dhe të gjitha modrave që kanë qenë këtu në këtë komunitet, të rubikëve që nuk janë më këtu. I falenderojmë të gjitha për punën që kanë bërë dhe për kushtimin e tyre. Modra Viti? Do keni pak durim, po kam shkrujt. Do të qenë në fund këtu. Së është e rrezikshme. Së pari, do i qëndër gjithnik që kam shkruajtur. Dëshiroj të falenderoj secilin për ju që jeni sonte këtu. Me siguri jeni lutë për ne, jeni lutë për familjet e juaja, jeni lutë për gjithë shta mbartin zemër. Dëshiroj të falenderoj akoma më shumë ata njerëz që për shumë arsye sonte nuk janë këtu. Kam marrë fjalët e Nën Teresës. Në jetë, disa njerëz vinë si bekim, disa njerëz vinë si bekim, po Nën Teresa, të tjerë vinë si nosim. Është nga gjërat më të vërteta që unë gjej për Tina. Ne kemi ardhur në Rubik në momentet ndryshme. Motër Marlis ka para 14 vitësh, Motër Rozela para 3 vitësh, edhe unë para 12 vitësh, rrugë Cilja. Por Motër Rozela dhe Motër Marlis, që tha Monsignori, kanë dhënë 25 vite në mirëdit, 25 vite i jetë tu. Kemi ardhur në Rubik, gjëja e parë që na ka bërë përshtypje më një herë dhe që na ka rënë sy, ka qenë fakti se gjithë njerëzit e Rubikut, këtë kinema, këtë vend, e quanin shtëpi të vetën. Në çdo fytyrë, në çdo person, perceptonin që ky është vendi dhe shtëpia e tyre. Dhe me këta ne kemi kuptuar një nga gjërat më të vërteta që mbart misionin ynë, dhe që është ky. Gjithçka që ne kemi është për tjerë. Feja jonë, ambientet fizike, koha jonë, miqësitë tona, asit tona. Gjithçka është për i shërbyer jetës, për ta mbrojtur ata dhe për ndihmuar jetën të rritet. Ky është mësimi i parë që ne kemi marrë nga ju. Ju falenderoj sepse na keni ndihmuar
caktuar ta mbajnë parasysh këtë vërtet. Gjithçka e jona është e juaja. Me dashurinë tuaj dhe bujarinë tuaj, ne kemi mësuar se dyert e shtëpisë tonë duhet të jenë gjithmonë të hapura për gjithë, sepse sa herë që na keni takuar në shtëpitë tona ose në rrugë, na keni bërë të ndihemi të trajtuara si princesha, kur s'kemi qenë pak princesha. Na keni dhuruar gjithë dashurinë e mundshme dhe mbi të gjitha na keni ofruar atë mirësi të vërtetë dhe pa kushte. Ju na keni mësuar dhe kujtuar se dashuria siç thonte Papa Francesku, për që dashuri do të jetë konkrete. Jeni kujdesur për ne në gjithë shka, që nga ushtimi deri tek rrobat. Këtë e keni bërë ju. E keni bërë heshtje, për mbi të gjitha, asnjërs nga ne nuk i ka munguar dashuria juaj. Prandaj, faleminderit. Na keni mësuar se vuajtja mund dhe duhet të jetohet me dignitet. Dhe mbi të gjitha është feja që u ka dhënë dritë ditëve tuaja terta dhe fal besimit në Zot, ju nuk keni dorëzuar dhe as ne nuk do dorëzohemi. Na keni mësuar që një shpirt i pastër dhe një fytyrë e ëmbël ruhet e tillë edhe kur jeta nuk jep atë që duhet. Na keni mësuar se bukuria ruhet, se mençuria është e mundur, se besnikëria është qelësi i lumturisë, se Zoti vërtet shen në shëtësi dhe nga aty ngushëllon, ndriçon, mban në jetë dhe në fund e bën një person të jetë dritë për të tjerët. Na keni mësuar që çdo jetë ka padrejtësitë e veta, dhe kjo është ajo që na bën të ngjashëm me Krishtin, i cili edhe ai vuajti padrejtësitë. Veçori ndryshe nga ne, pas dashurisë së tij, gjithçka e transformoi në jetë. Po më Teresa, njerëzit jam bekim, dhe secili për jush, për ne ka qenë bekim. Sepse na ka ndihmuar mos përqendrohemi në vetvete, na ka shtyrë të mendojmë dhe të bëjmë gjithçka që mund të donte juve pak lumturi. Në këto vite që kemi jetuar së bashku, kemi jetuar si familje. Është gjëja që ju urrej jetës lotët. Ju kun. Kujdash. Në këto vite ne kemi jetuar së bashku, kemi jetuar si familje, prandaj kemi patur fatin të jemi pjesë e gëzimeve tuaja familjare, parëzime dhe sakramente, lindje, arritjet e fëmijëve tuaj, vendimet e shumë të rinjve, që edhe neve na kanë bërë krenar. Të gjitha këto kanë qenë edhe gëzimet tona. Kemi jetuar me ju, edhe momente të vështira, humbjet, dhe mos shumë të rinjve në trupik, që kanë dukosh shumë. Dhe që na shikojnë atje, pasigurim, arfri, konflikte, shpërarim. Por gjitha këto i kemi jetuar si komunitet, sepse Rubiku është shtëpia që din të gëzoj kur është përgëzuar dhe din të vuaj kur vuajtja e prek jetën. Ne jemi munduar të përgjigjemi urdhrit të Jezusit
i cili thotë thuaje të afërmin tënd për si vetë vetëm. Dhe këtë e kemi bërë fal besimit, ndihmës, mbështetjes së shumë personave, që ju ndoshta as nuk i keni parë asnjëherë. Por fal ndihmës dhe bujarisë së tyre, ne ndoshta kemi arritur të bëjmë një ndryshim të vogël në jetën tuaj. Dhe disa nga këto persona i kemi sonde edhe mes nesh, dhe dëshiroj t'i falenderoj në zemër. Para se të harroj, kam mikeshën time Valentina Gjokën. Faleminderit për çdo gest, për çdo bujari, sa herë kam trokit, më ka thënë faleminderit që më kujton një pasuri për komunitetin tonë. Përfitoj të falenderoj, e di që diku do jetë një Aruqi dhe Afrinit, që për vite kanë mbështetur projektin e logopedisë, e shumë të tjerë që nuk marrën lista, por di që ta janë sallë. Sonte në këtë natë dhe në këtë mesh i kemi kërkuar Zotit që secili nga ne të marrë përgjegjësitë tona për këtë komunitet, që më siguri ka më pak mundësi se disa vetet e tjera më të mëdha. Ju të dashur persona të Rubikut, jeni në duart e Zotit. Ai është kujdesur për ju, para nesh, pas nesh, e do kujdeset deri në fund të jetës. Prandaj, mos hezitoni të jepni kontributin tuaj, që ky vend të ruaj shpresë. Një urdhër. Trokitni të atyre që kanë përgjegjësi shpirtërore dhe morale, ta janë përgjegjësit tonë për jetën tona. Për një fundit, nëse keni mësuar diçka nga ne, sot e tutje është momenti që ju ta vini në shërbim të komunitetit. Ruani familjen, jepni kohën tuaj fëmijëve tuaj, jetoni Zotin dhe kishën ndihmoni të bëni më bukur, por nga jo edhe kërkoni. Ju keni qenë një bekim dhe që ta në drejtën një mësim. Ju jeni vendi i Floririt, por Floriri me shmuar është në zemrat tuaja. Prandaj ndihuni gjithmonë krenar dhe falenderojeni Zotin që jetoni në një vend si Rubiku ynë. Faleminderit nga ne. Zoti ju ruaj të krishterë, besnik deri në vdekje. Unë është pak kohë që jam këtu, me thani të shqip që ka kohë. Pak kohë që jam këtu, por konkretisht jam ndiu shumë e dashur. Ju falenderoj dhe ju them, vazhdoni duke dashur e të gjitha ata që vinë pas nesh. Faleminderit. Unë kam nderin të lexoj vetëm mbylljen të Zotit Qon Krasniqi. Zoti Qon Krasniqi ka qenë ndër bashkëpunëtorët dhe kontribuesit më të mëdhenj dhe miqtë e motrave të Divinës. Ai është një bamirës, e ka ndihmuar në misionet e saj dhe ishte më mirë të fliste ajo për të, për më ra mua kjo peshë. Dhe ka sjellë për ne një letër falënderimi. Them të drejtën është pak e gjatë dhe ndoshta koha dhe mundësit nuk na lejojnë ta lexoj të gjithën, por do ta lexoj aty ku mundemi. Sepse ju
Nuk e kishit mirësinë vetëm si detyrë në misionin tuaj. Ju e kishit në shpirt. Pas ju shëmbeten familjet që keni ndihmuar, të rinj që keni formuar, njerëzit që keni dëgjuar, duart që keni shtrënguar, shpresat që keni ringjallur dhe shumë të mira që keni bërë në heshtje. Dhe për këtë arsye, sot fjala ime nuk është lavdëmir. Është vetëm një fjalë e thjeshtë, por që vjen nga zemra. Faleminderit. Faleminderit motër Adelina, faleminderit motër Marliz, faleminderit motër Rozella. Faleminderit për çdo ditë që i dha tropikut, për çdo derë ku trokitët, për çdo të ri që afruat, për çdo familje që ndihmuat, për çdo njeri të vetmuar që ju nuk e latë vetëm, për çdo të sëmur pranë të cilit të gjetët, për çdo nën në hall të cilit i dhat një fjalë, një ndihmë apo një shpresë, dhe për të gjithë ata, dhe për të gjithë atë mirësi që e bën në heshtje pa kërkuar asgjë për vete. Rubiku do ta ndjej mungesën tuaj, por do ju ruaj gjatë në mendje. Do ta ruaj gjatë gjurmën tuaj, sepse gjurma më e qëndrueshme nuk është ajo që vendet në gur, është ajo që mbetet në zemrën e njeriu dhe ju do të mbeteni në zemrat tona. Zoti ju shpërbleft për çdo të mirë që keni bërë. Ju bekoftë, ju ruajt, ju shoqëroftë në çdo hap të misionit tuaj të ri dhe kudo që jeta t'ju çojë. Mos harroni se në Rubik vini pas njerëz që do t'ju kujtojnë me respekt, mirënjohje dhe dashuri. Udhë të mbar motër Adelina, motër Marliz dhe motër Rozella. Zoti qoftë gjithmonë me ju, me mirënjohje të thellë dhe përzemërsi. John Mark Krasniqi. Unë bashkohem në fjalët e Gjonit, kam rritur të vajzat këtu, do qaj me unë se Si ke qenë parlament? Kjo është një shenjë dashurie, që ata që nuk e kuptojnë dhe ta kuptojnë, motër nuk kemi falsifime, sepse ka ndodhur me njërë të njërë nga shumë njërës, për me ju dashtë, e me ju dhe sëritu, rojnë që ta zhjithë në Rubik një urdhër të tjetër që të bëjt, edhe më njërë se sa këto, që që më mirësuhemi, nuk të shkojmë në kesh, faleminderit. Kam emocione motër Adelina. Motër Adelina është pasqyrë, qanë ajo që është gjithë, që është ajo që është gjithë. Dhe sinqerisht, motër Adelina dhe gjithë motër Marliz dhe Zelen, do t'i falenderoj sepse i kanë dhejtur pranë dhe familjes time dhe mua. Me motër Adelinin, ka qenë edhe papi që bëjtë se ka pas një këtu edhe që i pas një lidhje të fortë. Para se nuk e di do na mungoj energjia e motër Adelinës, sigurisht. Uroj edhe të vjetë na vizitoje në Rubik. Për Rubikun e tim qisë që është të jetë një mungesë të madhe, sepse organizimet, koncertet, takimet rinore dhe kujdesi për njerëzit nevojë, kryesisht për të bashkuarit që janë shumë në Rubik, do ketë një mungesë të madhe. Edhe Dena në shikon në shqiri. Hajde. Mbrëma gjithë, unë jam një vajzë nga Dibra, e lindur e rritur në Rëshen,
e martuar në Rubik. Jam shumë emocionuar sonte dhe nuk pija dot pa thënë dy fjalë për motrat, e veçanti për motrën Adelinën, se e kam një mike femër. Si kur jeni të gjithë sonte këtu, shpresoj që kështu të mbushet dhe kisha larg dhe mbasitjes së motrave. Pavarësisht se motra Adelina ka qenë një bekim për qytetin e Rubikut, por sikur tha Don Gjergji, misioni vazhdon, duhet të pranojmë atë vullnetin e Zotit. Kështu që shpresojmë që dhe motrat e tjera që do vinë të kenë të njëjtën vazhdim si motrat e tjera. Ju faleminderit, kam shumë emocion. Mirina, na solli dhe ndibër këtu, se ne si mirëditor dushim në dorim falenderoj motrën Adelinë, se është në shtëpi vet. Kështu që na falenderoj Dibra. Faleminderit Dibra. Kemi marrë mesazhe falenderimi nga shumë njerëz, një mesazh të tjerë falenderimi nga dërguar dhe zoja Mariana Graf nga Austria, e cila ka qenë shumë afër motrave dhe shumë afër kësaj qendre. Edhe ajo falenderon motrat edhe lavron punën e tyre të jashtëzakonshme dhe bashkëpunimin që kanë pas me këta filantrope shumë të madhe të rëndësishme për gjithë mirëditën, jo vetëm për Rubikun, por në mënyrë të veçantë për Rubikun, sepse falë saj kemi edhe këtë qendër këtu që ajo t'ia ka bashkëpunuar që t'i rritje qesës së Mëshenit bashkë me organizatat e tjera kishtare në Evropë, kështu që edhe ajo ka dërguar një mesazh, faleminderit për motrën. Tani kemi këtu një prit, sepse për ata që nuk i njohin rregullat e kishës, dhe shpjegoj vetëm 30 sekonda. Motrat janë disa nga priftat të quhen rregullarë, domethënë që i përkasin një rregull të caktuar. Për shembull, Padre Ektoni, që është nga fali, është falsuk, falsuk si motra Adelina, është antar i kongregatës i rregullit fjala e shkruar. Motrat janë motrat të Shërbiçenci, e tjerë motrat Franceskanit Zojës Papërfyve, që janë shkruar e tjerë Franceskanit tjera. Ka rregullet e vetë, dhe këta i ka deplorët e tyre, dikush në Rom, dikush në Frankë, dikush në Paris, e tjerë. Dhe këta të gjithë bashkë ka një mërkon federate, që pojnë aktivitetet e tyre, sepse kanë aspektet për shpirtisë për bashkë. Dhe Padre Ektoni është përgjegjësi për rregullarët për djegjes e Karashenit edhe të Leshës. Dhe kështu që do të apot të fjalë falenderimi për motrën. Shkurt tot këtë, apo më ka shkurt. Më radhë falenderit për këtë për mundësi. Unë jam Padre Ektoni, jam falsus për ta dhe Monsignori, edhe dëshiroj në emër të rregullarëve, prifëve dhe motrave, rregullarëve të dioqezës së Lezhës të Parashënit, për me falenderu motra, të motra që nuk jenë motra, unë me që janë nana, sepse motra tjetër gjallë dhe me kemë nana tjetër gjallë. I falenderoj në emër të rregullarëve sepse shpeshherë e kemi pas baterit e shkarkume, vërtet na kanë i po dhe na kanë se. Por blejoni një detaj shkurt, sepse motrat dhe prifat kanë një detyrë kryesore, për me dhanë Krishti, që në tjere janë bytësore. Edhe motrat e kanë dhanë fond dhe kanë dhanë dhe më Rubik. Edhe blejoni vërtet për me thënë që unë e kam marrë fejnë e Krishtit, falë motrave në dy veçantë, falë motrë Rozeles, edhe falë motrë Marinisës. I falenderoj të gjithë zemër, dhe gjithmonë për qëllim, për gjithë punën që keni bërë. Dhe sikur tha edhe motrë Rozela, ju lutemi, edhe kjo vajza që kemi përpara, vazhdoni, ata që kanë mbjellë motrat, deri tash mundohuni për me mojt, me konservu, edhe me tash edhe motrat që do vi mbrapa për minimu dhe me bashkëpunu, për të bëjë gjitha fejt që janë mundu mbi ndihmu motrat, për me mojt dhe për me zhvillu ma shumë. Dhe një diçka të funi si besimtar, ju lutem, unë jam mirëditor dhe vërtet nuk jam mirëdit mision, edhe pse do të pëlqen të shumë, por ju kërkoj diçka. Luteni shumë për indeshën, për famullitojnë, për motrat, edhe për thirrjet e shenjta që Zoti ta realizojë këtë vend me thirrje të shenjta, sepse pa prifta dhe pa motra kemi pak vështirë për me sjellë mesazhin e Krishtit, edhe pse Zoti ka më përdorur gjithmonë kanalet e tjera. Por dhe indeshët dhe famullitojnë dhe motrat do kenë shumë nevojë për lutjet e juaja dhe për nimin e juaj. Faleminderit motra, faleminderit Monsignor.
përpara se të japim bekimin e Zotit për motrat, desha të falenderoj kryetarin e bashkisë që është këtu i pranishëm, Alberti Bertolushi, i cili ka vlerësuar që duhet punën e motrave sa kohë që është kryetar i bashkie, por Alberti nuk është është në nefse është kryetar i bashkie, Alberti vjen nga shkolla profesionale, kështu që motrat ka punuar përpara, vjen nga tek shkolla ajo, kështu që ky fjalë Albert që se ke dëshirë të falenderosh motrat edhe por ju që jemi jashtë kemi 3 kryetarit e bashkisë. Është emocion për gjithë ne në mirëti, është edhe një moment për njëre mërzije, sepse po na ikin botra. Po në fakt, unë kam mendu dhe kam reflektu gjatë gjithë kësaj kohe që dikuj në një vend kanë nevojë më shumë se sa ne për motrë. Dhe jam i bindur që ratë ku do shkojnë dhe japin një kontribut ashtu si kurse kanë dhënë rubik, dhe ashtu si kurse motra tjera kanë dhënë panë, në përnas, dhe në zona tjera. Do kemi vazhdimisht nevojë për motrat, por jam i bindur që ato të tjerë afër nesh në çdo moment, për çdo vini, për çdo kontribut, që mund në fakt në emër të gjithë atyre që s'mundën të falenderoj, në emër të bashkisë, në emër të gjithë mirëtorëve, falenderoj për gjithë kontributin që kanë dhënë dhe për gjithë energjinë pozitive që kanë dhënë familjeve nevojë, ndaj njerëzve që kanë më pas nevojë në jetën e tyre dhe ndaj gjithë komunitetit publik. Por shumë faleminderit. Do në mungoni, por jam i bindur që do jeni prapë me lutje pranë nesh, do jam i bindur që do jeni prapë dhe të na mbështesin në iniciativat. Shumë faleminderit. Faleminderit për reflektës Dora Ilushi që është këtu. Ashtu rubikse, edhe e kam marrë rubikon e marrë që të morë në hatë, sot është që është në shemë rubikon e marrë në hatë. Do në sotë. Mirë, këtu mes tesh janë edhe motra që do vinë nga shtatori e mbrapa, fillimisht krajtja e djelën për një vit. Pastaj do të shohim gjatë kësaj kohë do të lutemi që të kemi një kongregat, një komunitet motrash, apo priftash, apo për rubikun. Kështu që motrat janë këtu, nuk po jo prezantojnë sot. Pse? Sepse sot është dita e motrave, kështu që nuk do t'i përsim gjallë. Po janë këtu, janë diku këtu. Kështu që motrë kanë vetëm një fatkesi që nuk janë mirëditorë si puna ime, se mirëditor nuk bëha shtetë. Nuk e kemi gjithë privilegjë, po janë prej buke. Mirë, tani marrë bekimin e Zotit qonë. Motra dalin për para. Motrave ju japim bekimin. Bekimin nuk do ta jap vetëm mund që japim peshë. Bekimin do ta japim me shtarë, bekimin për motra do ta jep një ndër. Prandaj, të gjithëve ju kërkoj në këtë moment, të gjithëve të shtrini duart në shejtin për motrë. Bashkë, gjithë bashkë, shtrini duart e kërkoj motrë. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin tënd. Zoti ju bekoftë dhe ju. Amen. Ju ndriçoft me dritën e fytyrës vetë dhe pas mëshirë për ju. Amen. E ktheft shikimin e vetë mbi ju dhe ju dhasht bekimin e vetë. Amen. Dhe bekimi i hyjë të gjithë pushtetshëm, i Atit, e i Birit, e i Shpirtit Shenjtë, ardh mbi ju dhe mbi ju qëndroft përgjithmonë. Amen. Mesha u kryej të shkojmë në paqe. Falenderojmë ty. Suksese e bekime. Nuk mundemi me një pa jo tanë, shumë që se keni kuptu,
që neve ju dumë shumë, për shumë dhe në bejnë. Hajde këtu me punë. O të Rozela, me punë mirë, a je mirë? O të Rozela. Mua me pëlqen vajza më se qesh. A shqip sa më se qesh. Bravo. Që shto është këtë rëndë shumë të në kesh. A di ti? Nuk dhe qajmë ma, sepse motra tjera qërën shumë më të mira. Që që duhet ta hesh mërzinë.